duan që ta çojnë vendin në një proces të rizgjador, ata janë të interesuar ta shkaktojnë një tjetër dëm të madh. Se më pyesni mua nëse ata s'kan pasur një kandidat deri më tani, s'besoj që do të mund të jenë përcaktuar brenda këtyre 2 orëve të fundit për një emër, dhe jo se nuk e kanë ose jo se nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë, por sepse nuk po duan t'i ofrojnë vendit zgjidhje nëpërmjet votimit për zgjedhur presidentin e ri të Republikës Kosovës, por po duan që ta çojnë vendin në një proces të rizgjador, sepse kështu nëpërmjet kësaj ata do ta pamundsojnë punën e qeverisë së Kurti dhe po besoj që po shpërfaqet mjaftuar mirë e qartë që ky është i vetmi qëllim i opozitës që në fakt i tillë pas ka qenë qysh prej vitit të kaluar, sepse 2025 ta bllokat për një arsye të vetme me na qunë zgjedhje të reja, edhe prap tash bllokat tek çështja e presidentit me na dërgu në zgjedhje të reja, pra kjo tregon që opozita as nuk ka qenë dhe as nuk është e gatshme që të kontribojë në zgjedhjen e presidentit sot. Në kundërtën ju e keni parë mbrëm që ne tashmë kemi një kandidate cila është apartiake, zonja Feride Rushiti. Bojkoti i opozitës në seancën për zgjedhjen e presidentit tregon që ata janë të interesuar ta shkaktojnë një tjetër dëm të madh për qytetarët e vendit tonë dhe për vendin tonë, duke e rinisur një proces të rizgjador dhe nuk janë të gatshëm që të hyjnë aty edhe fundja ta bëjnë punën e vetë si deputet, ngrisin dorën për presidentin e ri të Republikës Kosovës. Pra i kanë gjitha mundësit, i kanë gjitha kushtet, nuk e kanë dëshirën.